ditët e forta, kanë qenë ditët e shtunë dhe diele. Zakonisht ka pas një rregull që dasmat kanë qenë të orientu me më mba ditë hane. Po pse? Sepse hanja fillim javë, mos të zehe e dielja ishte ditë që mund të shkonin në kish, e tjerë. Dhe atëherë u përmës kjo ide, këthyn ditë diele, erdhen kohët e monizmit dhe këto e përjashtun edhe me rregull. Dita diele ishte spektakolare, lexoi lista e emrave që do shkonin me marrënosën, rreshtoshin, mershin me vete pajisje të ndryshme, siç ishte një çantë me shishe me raki, se duheshin atje. Do një merte ai që kishte drejten nga kryefamiljari, pjesë e shtëpisë merrte edhe i pisjoll, që mund të kishte edhe pa leje, e merrte me vete, sepse duhej. Dhe spektakli shkonte me marrënose, e gjithë rrugat të i këtësy, të i kënu. Boje, heng i plot. Po nusja, çfarë lejove të bënte? Nusja vetëm të rrinë urt fort. Shumë fort. Shumë urt, sepse do të me paraqit veten si ma e mira, si e bukur a dheut. Dasma shkonin atje në momentin që kanë hyrë te dera e shtëpisë së nusës, është ndalë hemu, janë futur mbrëmja, janë rendit, janë rreshtu, atje kanë konsumu pak raki, pak djath, petulla, mjalt, kështu gjana të thjeshta të shpejta, kanë marrë ligjëratat e duhuna ato të shtëpisë kry familjari dhe tjerët, i kanë uru çiftit të ri, mandej janë shup pikë shparit e kanë dalë krushit që kanë ardhur me marrënosën, janë stacionu diku më larg. Të shtëpisë që kanë përgatit nosën, e kanë zerë, e kanë vënë kal, zakonisht me kal janë marrënosët edhe këto. Edhe kanë marrë rrugën, kanë nda, kanë pi edhe kaj gotë rakijet në rrugë, janë rreshtu të gjithë, edhe si dhurat. A këthy prej palës tjetër, po kështu kaj pika raki me shishe, dhurat. Mandej, sa janë largu pak nga shtëpia, për mos me fyje, mos me ullë mikun, atëherë kanë fillu hengun rrugës. E gjithë rruga heng, kanë ardhur te shtëpia, kanë ullë nosën, e kanë vendosur me pushu për pak kohë, janë sistemu e fresku desmort, janë relaksu pak, mandej janë shtru ata sofrat për dasën. Edhe këngët zëdrimore që janë ashtë njohura. Rekord. Për se cilin element të këtyne momenteve ka këngë të veçanta. Të vjen ndërmend ndonjë? Ja, mos më thuj se Nuk i thua dot. I kam regjistru të gjitha, i kam në një libër, ta në ritualin e këngëve të dasmes, edhe këngëve tjera popullore, po zakonisht dasmes, edhe në lindjen e fëmijës, edhe në dasëm, edhe në ditën e dhëntis, edhe në ditën e fesë, ka pas secila këngë të veçanta që i kanë kënu po asaj dite vajzë dhe djalit. Te vajza ishte më pak këngë, kurse te djali, domon ishte stuhi këngë. Stuhi. Kështu ishte dasma e zotërimës. Për fat, të alegrinë e asaj periudhe kohet, e kanë të zhgua dhe sot e kësaj dite, domon dasmat. Por simbolet e këto gjonët e tjera nuk e ka rujt fort. Ti e një zadrimor që nuk e ke harruar traditën, po të tjerët si janë? E ruajnë? Mosha jam e i ru. Mosha jote vetëm? Po. Si mendon ti brezi i ri po i harron traditat? Kanë fut pak simbolika të kësaj natyre në dasma, këngëtarët veti fusin për arsye komerciale, me përshtat, por pak i kanë deformu edhe ato motive. Për shumë, po themi në një ritual, krejt i bukur, është për momenti kur vjen nusja në katun. Kur vjen nusja në katun, edhe një, jo i largë, po fshatari i dashtën i familjes tëne, i ka dalë për para krushqive, bashkë me fisin e vete, me gratë e veta, e djemët, i ka dalë për para me raki, me petulla, me djath, edhe të gjithë dasmort kanë kalu si një parat, se cili ka pi pak raki, ka marrë kaj petull e ka njën mjalt, edhe i kanë uru dashmen shoqet vetë. Po të kalon të shtëpia ka daja, ishte edhe ma e mija.
Ti ke ruajtur ka shumë gjëra, ti nuk do ndalosh duke I bërë këto, apo jo? Vetëm nëse më ndalon të drejtën ai madhi atje lart, se për ndryshe jo. Kush do t'i ndaloj? Kjo është pasuria që ti ke. Pasuri kolosale është. Unë e mendoj se është pasuria më madhe se sa gjitha pasuritë e tjera, sepse me fillu sot, si kur ta filloj sot, ose kush do tjetër një kamun kështu ekonomikisht, këto nuk e marrin kurrë. Se nuk I gjenë më akon. Gjenë një pakicë, po jo të tonë. Kështu që është një pjesë e madhe aty ikja shtetit. Kanë 2 lek, e merë për simbolik, e runë një diçka të vogël, mirë po nuk ka ma këtu. Ajo ka ik atje, nuk I dihet se ndorët ku I do të shkojnë, ma vonë edhe. Kurse ti 2 lek që pate, 2 lek I hargjove të këto 2 lek I gjëra. kam lanë këtu, do t'i la këtu. E do t'i lesh të gjithmonë. Po gjithmonë. Ruani traditën si ndoci, e ne ju themi mirëpafshim nga Zadrima.